takohemi pra bashkë edhe sonte, padyshim që do t'jemi në kuadër të një natë me një atmosferë të mirë, me gjithçka që veç kemi përgatitur për juve. Po mbyllim kështu një javë së bashku, duke mundu me sjell atë që sjellim çdo herë, muzikë të mirë, gjithashtu edhe bisedë që do kemi fare pas pak personazhin e parë për sonte, si dhe një personazh të dytë përballë 15 pyetjeve. Një natë e gjatë më duket që do të jetë edhe sonte me gjithçka që veç kemi përgatitur për juve. Padyshim që fillim e fund janë bendi i TV1, të shohim se cila është kënga e parë për sonte. E ndjekim kështu performancën e parë për sonte, në këtë moment është koha që ta ndjekim materialin. Padyshim Lart ta çdor nga terreni na sjell materiale të ndryshme. Të shohim top 5 çka ka përgjedh kësaj radhe. Boronicat. Boronicat janë një ndër ushqimet më të shëndetshme që i duan organizmit të njeriut. Ato njihen për ndikim në jetëgjatësi, në ruajtjen e kujtesës, në luftën kundër tumoreve dhe në parandalimin e plakjes. Një këshill vlen të cekët që boronicat kanë një sezon të shkurtër për vetëm një muaj, zakonisht korrik gusht. Shfrytëzojeni këtë periudhë për të blerë sasi të mëdha. I pastroni dhe i vendosni në ngrirje të ndara në porcione gjysmë kilogramshe. Ato e ruajnë forcën e tyre pothuajse të paprekur deri në 6 muaj. Hudhra.
Japë se na bëjnë mirë hudhrat. Hudhra është një luftëtar i fortë i sëmundjeve, duke penguar rritjen e bakterjeve, përfshirë edhe E. colin. Një përbërës i gjetur te hudhrat vepron si një agent anti-inflamator i fuqishëm dhe ndihmon në uljen e kolesterolit dhe tensionit. Një këshill që vlen të cekët është që mos e gatuani shumë sepse humb shumë nga vlerat e saj. Fara chia. Shumë ekspertë shëndetësor besojnë se fara chia mund të ndihmojë në humbjen e peshës. Fibra e saj e tretshme absorbon sasi të mëdha të ujit dhe zgjerohet në stomakun tuaj, e cila duhet të rritë ngopshmërinë dhe të ngandalsoj absorbimin e ushqimit. Disa studime kanë ekzaminuar fibrën e tretshme glukomane, e cila punon në mënyrë të ngjajshme duke treguar se ajo mund të çojë në humbjen e peshës. Gjithashtu, proteinat në fara chia mund të zvoglojnë edhe zvoglimin e oreksit dhe marrjen e ushqimit. Megjithatë, studimet që studiojnë efektet e farave chia për humbjen e peshë kanë dhënë rezultate mjaft shkënjyese. Bajamet. Bajamet kanë lëvoshk ngjyrë kafe nga jashtë, formë ovale që shkon deri në konike. Kanë gjatësi deri në 2 cm dhe gjerësi deri në 1 cm. Një kokër bajame peshon nga 1 deri në 1,5 gram. Si t'i zgjedhim dhe si t'i ruajmë? Bajamet mund të gjenden në paketime të ndryshme, me lëvoshka apo të qëruara, të kripura apo me sheqer. Nëse shikoni që bërthama ka ngjyrë kafe të ndritur, është kompakte dhe një formë në madhësi dhe ta ndjeni rënd në dorë, mund të konsumoni pa problem. Bajamet mund të mbahen në vende të freskëta të thata për disa muaj. Bajamet janë të pasura me energji, proteina, vitamina dhe omega-3 acide yndyrore. Bajamet janë të mbushura me grupe të rëndësishme të vitaminave B kompleks. Bajamet mund të konsumohen ashtu siç janë, ose të kripura ose të ëmbla. Mund të përdoren dhe si dekor mbi dezerte në sasi të vogla të grimcuara. Gjithashtu mund të përdoren si shtesë në bukë, biskot, ëmbëlsirë e të tjerë. Peshku. Peshku është një nga ushqimet më të mira dhe funksionet e trurit për shëndetin mendor. Sipas studimeve, acidet yndyrore dhe aminoacidet që gjenden tek disa lloje të peshqeve përmirësojnë shëndetin mendor dhe funksionet e trurit. Ndaj edhe ekspertët rekomandojnë konsumimin së paku një herë në javë. Dhe vitamina D gjendet natyrisht në shumë pak ushqime. E peshku është njëri prej tyre. Vitamina D është thelbësore për zhvillimin e trurit dhe funksionet e tij. Njerëzit të cilët kanë sasi të lartë të vitaminës D në organizëm kanë një shëndet më të mirë mendor. Jemi kështu me intervistën e parë në studio, kam kënaqësi që kam për herë të parë një mysafir që e di që do të flasim shumë gjëra gjatë, sepse nuk i kemi pas asnjëherë në studion e një natë një artist që na shkrin zemrën, po them kështu, nuk do shumë prezantim, një super energji e Brunos. Përshëndetje. Bruno, faleminderit shumë, a? Faleminderit shumë dhe për ftesën, kënaqësia shumë e madhe dhe po ndihem shumë rehat, se jam në shtëpinë time. Sa mirë që e tha, në shtëpinë time po të shohim shumë shpesh të në Kosovë, çfarë e mira apo shumë të mira po të sjellin në Kosovë? Po, shqyr Zotit për mirë kemi ardhur dhe inshallah për mirë të vim gjatë gjithë sa herë që të vim. Kam shumë të mira sepse jam duke u marrë me projekte, me muzikë, që është pjesë e jetës time muzika patjetër dhe kam shumë të rëndësishme. Dhe jam duke kryer disa projekte muzikore, duete janë, shumica, por mund të shohim edhe si solo. Se po mendon që unë s'kam i bo pyetje. Këto janë ato të mirat që na kanë sjellë, domethënë, përpost miqësisë dhe miqve. Sa e përfundove një projekt, ka pak ditë që veç është publiku me Valbonën, edhe tash që duke punu me njerë diçka tjetër, po më duket nuk e të ndalur, a? Ku tjetër duhet, kur po pritet ashtu? Ka një që vlonjatët kur futen në det që notojnë nuk ndalojnë më së notuari. Dhe nuk i njohin barierat, kështu që edhe unë tani kam ndezur motorat, kam hyrë në det edhe vetëm kur të dalë në oqean, se për ndryshe nuk pushoj më.
derisa të arri në destinacion, por jo, e vërtet është, kam nisur... Intrigat pëthu që i kalon leta, shka do që del... Nuk i njoh fare intrigat i kaloj këshu me... Sportivitet, sepse nuk jam pjesë e jetës time, një gjë që s'është pjesë e jetës time, unë kaloj këshu me sportivitet. Kam disa projekte që besoj se do priten mirë, i kam duete shumë të mira me artistë shumë të mirë dhe shumë të dashur të publikut shqiptar. Çfarë zhanri është artisti? Por le të themi, kam bashkëpunim me reper, kam bashkëpunime me artistë të muzikës së lehtë, po dhe popullore. Dhe le të themi që janë të bukura si projekte. Unë nuk i kam finalizuar me videoklip, po tre prej projekteve i kam mbyllur si audio dhe kanë shkuar shumë mirë deri tani, jam shumë i kënaqur. Të shojmë që dhe të publiku të priten dhe të priten mirë. Bruno ju hapur për bashkëpunime, po i bjen që edhe Kosova po të pret mirë, edhe artistat po të vlerësojnë edhe të hapur edhe me bashkëpunu me juve. Po... Që po të bënë mund ndje mirë kjo, se përmende si shpje dytë Kosova tashme. Sinqerisht, si jo shpje dytë, po shpja jonë e madhe, se ne jemi shqiptarë, jemi bashkë dhe se është bërë qikë shu kjo, shpje parë, shpje dytë dhe njerëzit e kam pak problem këtë pjesën që ne shqiptarë dhe ne, kjo është shpje madhe e jona dhe po ndihem mirë të them të drejtën sepse unë e kam dashur shumë publikun, e kam thënë dhe disa herë tjera, e kam dashur shumë publikun e Kosovës, gjë që nuk e kam pas më herët. Ndoshta më ka njohur një përqindje shumë e vogël me grupin, se unë kam qenë grup më Revolt Clan. Na me folë edhe pakat pjesë, unë thashtë, kemi për herë të parë dhe nuk dojna me të kursy dhe shumë. Po, okej, edhe kjo gjë më bënd të ndje mirë, falë dhe shtëpisë madhe Big Brother VIP Kosova që ma dha mundësin për të njohur dhe për të qasur. Ajo Big Brother mendoj të jep mundësin për të qasur ma afër me njerëzit, sepse njerëzit aty të njohin pa barjera. Ashtu që shjeta, mam. Ashtu që shjeta, mam. Me të mira dhe të këqijat e tua. Pishman nuk i as pak? Unë jo, absolutisht, që nuk jam pishman dhe e kam thënë, e them dhe eri them, falemderit vërtet shumë produksionit dhe falemderit Big Brother VIP Kosova për mundësin që më dha dhe për ftesën që ma bëri dhe falenderoj Zotin që nuk e mendova 2 herë dhe i thash po do vi. Po e këqyrë këtë Big Brother tash me të këti viti edhe sonë të është finalja, për ndryshë kështu që hajdet pak vishë të diskutojnë? Pa tjetër. E ke për cjellë? Pa tjetër që po, është diçka që e kam përjetuar dhe kur e shof me shumë emocion dhe e shof me një tifozlik shumë të madhë. Fitues si pas të hekush? Të 4 janë shumë të mirë, nuk mund të heqim dot asnjë, se fakti që janë aty ku janë prej publikut, janë prej çka kanë dhënë, dhe se cili në lojnë dhe në karakterin e vetë është shumë i fortë, shumë i mirë. Kanë dhënë mesazhe shumë të mira. Dikush më shumë? Dikush më shumë, dikush më pak, të shënë si ka kjo. Aty në njerë, unë kam qënë dhe vetë, aty në njerë të ka plujnë emocionet dhe ti në njerë pa dashje gabon, pa e kuptuar. Dhe nuk duhet ta gjykosh një person për një gjest që ka bërë për momentin, por i bje pishmanit më vonë dhe thot më falë. Do me thënë, mos e gjykojnë 100% sepse nuk është aq e lehtë për të qenë aty brenda. Do me thënë, jo s'është e lehtë, është e lehtë, sepse ajo në fund është një show. Kuptohet. Por, s'është e lehtë në emocione, në mënyrën se si i qasesh, se ti sa do t'jetë shtëpia e madhe pa fund dhe mos të mungoj gjë, në 3 muaj, 24 orë në atë vend, ti e shfrytëzon. Ti në përditshmëri, ka gjasa që veç gabon edhe bën diçka të ngjajshëm, blemo kur je në... Eksakt, dhe për këtë arsye nuk duhet gjykuar personi, e rëndësishme është që ai ose ajo e kupton gabimin dhe thot më fal edhe ecën përpara. A ke favorit ndonjërin jo? Po favorit nuk kam 100%, më herët më ka pëlqyer dhe Ganiu, kur ka hyrë, do më thënë kam qenë, le të themi, fansi ti në heshtje, se më karakterizon dhe me atë humorin, më pëlqen, të thosha, të isha me këtë brënda, por më erdi keqe dhe adorheqen, se ndoshta finalist besoj se do ishte pa tjetër, por mund të ishte dhe fitus. Por për mua ishte gabim që dhe adorheqen, por dhe nuk e gjykoj dot, sepse aty brenda thash, ka emocione njeriu dhe nuk e kupton dot se si reagon kur shikon një video që ndoshta mendon se ja kanë bërë me qëllim. Por ajo mund të ishte edhe një armë mbrojtje për veten e vet që mund të dilte shumë bukur, shumë fort.
por në fund nuk e gjykoj dot, sepse e di, kam qenë vetë aty dhe emocionet të kaplojnë, të marrin me veten. Nuk vjen me mendu dhe shumë alternativa se çka që shpo. Eksakt. Po unë jam i bindur që po të ishte pak më i kujdesshëm dhe ta kthente si armë mbrojtje për vete atë video, se jo çdo video që del aty del për keq. Ma beso këtë, e kam kuptuar ndoshta dhe vetë kur kam dalë jashtë, i kam kuptuar gjërat. Ndonjëherë të dalin disa video për të kthjellur ty dhe për të treguar se sa ti jep nga vetja dhe sa i fort je me ato çka ti shikon aty. Se ndonjëherë duhet ta mbrosh veten dhe gabim ta kesh. E ke gabim, aman mendon që nuk ke cënuar njëri, po ke cënuar veten tënde, atëherë mbroje me forcë, tregoje që unë s'jam ky, thjesht e kam bërë në një moment, se momente kemi të gjithë, të gjithë jemi të gabushëm. E rëndësishme është që mos të lëndojmë dikë tjetër. Kjo është e rëndësishme. Bruno, çka të pëlqen mas shumë ti këtu në Kosovë, apo qëndron në Prishtinë më shpesh, ku ke mundësi me vizitu edhe qytete tjera, edhe a ka ardhur më herët kaq shpesh sa tash apo pas daljes së Bigut? Kam ardhur dhe më herët, patjetër, se siç kam dhafosur muzikant dhe jam takuar me kolegë me këto, po jo kaq shpesh, mund vija një herë ose dy herë në vit, le të themi. Kurse tani patjetër, tani kam kontakte më shumë, kam obligime më shumë, kam miq më shumë. Vi një herë dhe për qefje, vetëm për punë, vi që të më dhëmë sikur qetësohem një herë, kupton larg çdo gjë andej më jep qetësi shumë Kosova. Vendet nuk kam shkuar në çdo qytet ende, por në disa kam shkuar edhe më herët. Madje kam shkuar dhe që kam performuar me grupin para 3-4 vitesh, në Vushtri kam qenë, pastaj në Prekaz isha që e vizitova dhe ishte herë e parë që shkoja dhe kam ndjerë shumë i emocionuar, aty kam pas një ndjesi tjetër për, se e di tjetër gjë kur ti e dëgjon, e shikon nga televizori dhe tjetër gjë kur ti e prek vetë dhe shkon aty dhe aty të betohem, nuk e them as për interesa, as për thënë që ky bravo ditë flasi, por e vërtet është që kur ti shkon aty e ndjen vërtet sikur vetë Zoti ndoshta ta jep atë ndjesin për të kuptuar se çka kanë hequr ata njerëz aty dhe sa kanë luftuar për qenë këtu ku jemi sot. Bruno, po kam shumë dëshirë se po bjen me përsërit që jemi për herë të parë në një intervistë tek një natë, po edhe një herë të fundit. Pak në retrospektiv, ndoshta pak them në kohë që mirë kronologjike me i shku deri sot ku veç e gëzon një dashni shumë të madhe për publikut edhe një respekt, padyshim edhe shumë suksese. Po, Bruno si fëmijë, ke qenë ky tipi më i qetë dukesh kështu në Parem, po shumë energji, shumë buzëqeshje, ke qenë ai i lastuar i shtëpis, apo ai shëragjia? Le të themi, unë kam qenë, jam, do mbetem dhe kur të vdes në botën tjetër, më i lastuar i fisit, jo i familjes. Do me thënë... Që e kundërta. Jo, kam qenë, jam, do mbetem, i lastuar i familjes, me ato mundësi që kam pasur familja, por mua kjo gjë më karakterizon, unë këtë energji e kam pasur, do me thënë, kush më ka parë në Big Brother, pa tjetër miqësia ime e Shqipërisë, pa diskutim. Ata që më njohin afër, çdo gjë që unë kam bërë aty, s'kishin merak, sepse e dinin se kush isha, e dinin si do e kaluja, thorin Bruno, ky është. Unë kënaqem, kam një energji shumë pozitive, përpiqem të dhuroj pozitivitet, përpiqem të ndihmoj sa më shumë, të kem mundësi me mundësitë e mia. A kam halle probleme? Patjetër, po është një shprehje që ai që buzëqesh më shumë dhe që duket në aparencë shumë i lumtur, patjetër që fshihen dhe shqetësimet dhe problemet e veta. Unë njëri pa halle nuk jam, pa probleme nuk jam, por kjo gjë më ka karakterizuar, kjo energjia e mirë, ose kjo e qeshura ime kështu, që unë ti kamufloj dhe të kaloj, dhe mos t'i lë tjetrit kuptoj që kam probleme, kam halle. Më pëlqen vetja kështu si jam naiv, këtë e pranoj, jam naiv, jam natyrë që besoj shpejt, dhe një nga gjërat që e kam mësuar aty brenda është që s'duhet besoj. Unë pavarësisht se eci me idenë që s'duhet besoj, por prapë kur takohem me dikë, e marr atë, i qëndroj shumë fjalës. Domethënë nëse dikush më thotë, o vlla, dëgjoj, do bëjmë diçka,
do ta bëjmë këtë duhet kjo, unë përgatitem për çka na duhet që të finalizohet ajo. Dhe në fund pastaj ndodh që gënjehem, mashtrohem ose zhgënjehem. Kjo gjë më bën pak të ndihem keq. Se them Bruno ti e ke përjetuar disa herë, pse beson kaq shpejt? Dhe kjo më bën të lëndohem pak, po lëndim është fjalë e madhe, po më bën të ndihem pak keq. E kupton, por në përgjithësi kështu jam unë, jam tërë energji gjithkohës. Edhe kur kam qenë i vogël, zgarravitesha në përpem, zgarravitesha duke lozur, veja në shtëpi në orën 2 të natës, prindrit, do me thënë i vogël e veja në shtëpi, se kam qenë ata fëmijët që e harroja kohën. Vetëm doja të lozja, të dilja, të kisha shoqëri dhe fatmirësisht kam një rreth shumë të fortë dhe misë. Keni lindë në Vlorë dhe jeni rritë në Vlorë, po? Unë kam lindur Skrapar. Skrapari është, nëse dikush nuk e di, ku është qyteti Beratit. Një orë largë qytetit Beratit dhe Skraparit, Çorovoda është qyteti i Skraparit. Kam lindur në Skrapar dhe kam vajtur në Vlorë 6 vjeç. Dhe në Vlorë jam rritur, pastaj studimet në Tiranë, kam ikur që 16 vjeç në Tiranë dhe që atëherë nuk jam ndarë më nga Tirana. Prindrit i kam në Vlorë, një pjesë të familjes e kam në Australi, motrën dhe vllajën. Dhe kështu është jeta ime. Ke nostalgji kur shkon në Vlorë? Po shkoj çdo fundjavë se kam prindrit, patjetër, kam njerëzit domethënë kam njerëzit e zemrës aty dhe madje e kam thënë gjithmonë, unë jam natyrë pak jam shumë emocional, shumë i dashur dhe ndonjëherë më thonë ndonjëherë nuk e besojnë që dhe e kamofloj këtë pjesë, domethënë nuk ri dot unë pa folur me prindrit. Të paktën 2 herë në ditë është e pa diskutuar me kamera. Thjesht mjafton që i dëgjoj zërin, dhe si kalon, që më duket ndoshta nga që jam dhe djali i vogël i shtëpisë, unë jam natyrë pak kështu, më pëlqejnë këto traditat që kemi ne shqiptarët, që i vogli i shtëpisë, kështu dhe përpiqem dhe atyre mos u lë që të mungoj gjë, të paktën ti marr në telefon, ku je, si je, a ke diçka, s'ke diçka dhe kujdesem shumë, domethënë ndaj familjes time. Familjen e kam zgjohem dhe flem me familjen time në mendjen time. Është gjëja më e rëndësishme dhe që do më shoqëroj tërë jetën time. Po, i rrit me muzikë, ka lindit ajo dëshira, i pasioni për muzikën, i rrit në familje artistësh, apo çfarë ndodhi? Shiko, le të themi që jam familje artistësh. I mat, babi im ka pas kënduar gjithmonë në sofrat familjare. Familjare, jo kështu që të këndonte në përdasma apo gjëra. Do më thëni, tezja ime muzikante, daja im muzikant dhe do më thëni, kam pasur, i themi në shqiptar, një damar muzike. Unë e marrë me kërcim, kur kam qënë klase 3 e 4, digjonja hip-hop, R&B, shkoja pastaj me koncertet e shkollës, dilja këndoja i pari, kisha të, se jam njëri që s'kam turp, do më thënë, emocione kam, se pa emocione nuk ecet për para, por emocionet... Dhe si të ke pas këto veti, do të prapë? Po, çdo koncert që bëj në shkollë, festivalet, që ndodhte në Vlorë, unë isha i pari që merja pjesë, thosha, dalun, jam unë. Mirë keq që si ka, po jam unë. Edhe duke kënduar dhe presorët e muzikës thoshin kezë të mirë, dhe e kam ndjekur muzikën që nga klasa e do më që i vogël, pastaj filloi festivali Top Festi, këto kam marrë pjesë me grupin. Tu kanë që me vonë, pastaj... Po, Top Festi ka qenë... Po folin për Top Festi. Po flasim në 2002-shin, le të themi që fillova të dilja dhe në televizor me grupin. Pastaj klase 8, hoqa dorë komplet nga matematik, fizik, kimi, jam marrë vetëm me muzikën, se shkollë muzikës, do më thënë, ne prandaj ne thonë, ju artistët keni një pjesë e keni plot, një pjesë e keni borë, sepse ne fokusojmë shumë te muzika, te notat e muzikës dhe çka ka lidhje me muzikën. Dhe unë nga klasa e 8 deri më sot jam marrë vetëm me muzikën, kam mbaruar liceun artistik për opera, për kanto, mbas asaj Akademinë e Arteve kreva për kanto. Kam 2 mastera, master profesional dhe master shkencor për mësuesi dhe për kanto. Dhe sot jam dhe mësim, jam dhe mësues muzike në një kolegj në Tiranë dhe do më thënë muzika më ka shoqëruar tërë jetën. Revolt Klan pastaj si ndodhi, kur ndodhi? Revolt Klan ka ndodhur në 2002-shin, kur filluam të këndoja në festivalin e Top Festit. Pastaj me shokun e grupit në Febin, një videoklip, ato videoklipin e pare kemi bërë me lek borxh, meri 2000 lek njërit, 2 euro tjetrit. O zot, këto gjërat
gjërat e fillimit gjithmonë kanë qenë, le të themi, dhe të sikletshme, po dhe të bukura kur i mendon, sepse kanë qenë dhe kohërat e tilla. Në 2005, mos gaboja, rreth 2006-2007, le ta fus në këtë kuadrat, kemi finalizuar videoklipin e parë në Vlorë, i këndonim Vlorës. Është bërë një periudhë u ndërtua Teci në Vlorë, ishte një që ndodhte i qyteti Vlorës dhe ne kemi qenë kundra asaj, u ngrit një shoqat, një grup. Fyt muzikë pastaj këtë. Dhe aty ishin biznesmenët dhe detyrimisht ata donin sa më shumë njerëz, ne po çuna të rinj, unë isha 15-16 vjeç merja me vete dhe më thanë ç'a doni ju dhe ne i tham thjesht do të na sponsorizosh një videoklip. Halli i madh i Joni në atë kohë, kupton, edhe kështu ndodhi, ata na sponsorizuan, ne bëm këngën e parë dhe nga aty pastaj nuk pushuam duke u lidhur me studiot në Tiranë, me miq, me shok, duke paguar këngën diku me lek, diku pa lek. Në ato kohë flasim 2006-2007 dhe dolëm këtu ku jemi sot. Këtë ky rrugtim që ka ndodhë me të mirat edhe me të këqijat, kur ndalesh me mendu, a kështë bo diçka ndryshe, apo shumë i sinqerë gjatë kohës kur veç i tërgove dhe këto ndoshta pak detaje që bojnë bukur gjithë shka këtë rrugtimin në muzikë, po kur ndalesh me mendu, a thu që kisha vepru ndryshe diçka jo? Shiko, në jetën time dhe artistike, mund kisha bërë diçka më ndryshe, do më thënë duhet isha treguar, le të tregosha pak më shumë biznesmen, prandaj të thash që jam naiv, sepse që ndodh, duke pasur shok mbas shokun e na ndodhe, o dha, do shkosh të këndosh, se koncerte me grupin kam bërë deri në 2015, koncerte nga më të mëdha, flas për Shqipëri të paktën, se këtej nuk jam njohur shumë edhe nuk e kemi pasur, por kam pasur një 10 vjeçar shumë të mirë, artistikisht dhe me koncerte, me aktivitete dhe jashtë vendit, po dhe më shkoj dhe si solist në Australi, Amerikë tani që flasim, por po flasim në atë kohën që kemi pasur bumin e madh, se kemi bashkëpunuar me rumun, me italian një periudhë kohë dhe na kanë ditur dhe për të huaj ku na shkruanin për koncerte. Gjëja që kam pasur që s'jam treguar i kujdesshëm, të mirë menaxhoja veten time, bashkë dhe shoku im patjetër, që puna është punë dhe shoqëria është shoqëri. Këtë nuk kam ditur ta ndaj. Dhe tjetra që nëse do riktheja kohën mbrapa, do ishte që 2-3 persona që i kam ndihmuar, nuk jam bërë pishmën që i kam ndihmuar, por thjesht do i ndihmoja në mënyrë biznesi, jo në mënyrë shoqërore, sepse jam zhgënjyer. Dhe si unë, patjetër ka shumë artista që kam ndihmuar shumë, të rinj që sot kanë dalë, që pavarësisht se jemi një brez, po janë të rinj artistikisht, dhe harrojnë njerëzit se nga kush e kanë marrë atë nismën. Dhe mos mirënjohja të vret shumë. Duhet t'jesh shumë mirënjohës atij personi që ta jep dorën, të zgjat dorën, le të jetë i keq i botës. Unë e them gjithmonë se ndodh, takohemi me kolegë, thonë, ama se filani, djali keq e kështu, stop. Për aq kohë sa mua më kanë ndihmuar, për mua është yll. Kur t'jem unë në tavolinë, mos ma shaj. Unë çohem, problemi jot. Sepse ti këtë gjë duhet të mendosh, kush të dha dorën i pari për të qenë aty ku je. Sado, do me thënë se do thuash ti tani e ka ndihmuar kjo gota, po derisa shkoj te kjo gota isha unë ose ishe ti që e çove. Atëherë ti duhet të jesh mirënjohës këtij personi. Kjo gjë, le të themi, unë jam vit prodhimi 90-ës, se themi në përgjithësinë vit prodhimi. Po deri unë mendoj, me çka po shoh dhe duke punuar dhe me fëmijë gjatë gjithë kohës, po shoh që sinqeriteti, korrektësia dhe besnikëria dhe misia ka humbur. Dhe unë them deri në vit prodhimi 95-a, le të themi, janë ata njerëz që ruajnë traditat dhe ruajnë miqësi, dinë çka është shoqëria, familja, përpost dhe këtyre që bëjnë ai gabim, por mendoj tani nga 95-a e lartë ka ndryshuar krejt gjërat, ka ndryshuar sepse dhe interneti ka bërë të vetën, çdo gjë dhe mendoj se ka humbur dashuria për njerëzimin dhe kjo gjë dhe po vrehet nga lajmet e shumtuara që po shohim. Me familje, do me thënë, të dhunosh familjen, të vrasësh familjen,
në moment që vetë familjen o vlla nuk di çka emër ti vësh këtyre njerëzve, a kupton edhe? Bruno, do shta me përmend dhe pjesën tregove që shumë projekte përpritën tutje me dalë, po ke pas edhe shumë bashkëpunime. Do shta një që ke shumë favorit, ke pas me Noren, ishte bashkëpunimi me Ylka Kuqin, ishte tashme me Valbonën, do shta shumë të tjerë që onë veç nuk po i mbaj mend krejt, po ke një favorit përveç këtyre trijave që veç e i përmendëm? A kam favorit për bashkëpunimit që mendon që ka qenë dueti ma i mirë, sa i përket energji, sa i përket personazhi, këngës, përgjithësi. Jo, sinqerisht, secila nga bashkëpunimet, se unë kam pas dhe bashkëpunimet tjera me grupin, secili nga artistët ka energjinë e vetë. Dhe unë nuk i lë vend vetes për të kaluar keq me kolegët. Në momentin që unë eftoj, unë i di shumë mirë rregullat e punës dhe rregullat e mikut. Kur dikë e fton ti, unë di ta respektoj dhe ta vlerësoj që ai person të ndihet si në shtëpinë e vet. Kuptohet. Kështu që për çdo kë kam për gjithkën nga këta kolegët e mi, kam shumë respekt dhe i kam falenderuar dhe i falenderoj për bashkëpunimet dhe që ma kanë bërë rrugën shumë të lehtë në punë dhe me projektet dhe janë, besoj, të pak deri tani dhe këto bashkëpunimet që kam mbyllur janë artist me atë madhe dhe njerëz me këmbë në tokë. Dhe nga këta kemi mësuar ne, se pa tjetër ata, unë kam 10 vite karrierë, ata kanë dhe 10 plus të tjera. Dhe kjo gjë më bën akoma më të lumtur, se nuk është pak që ti të rish me artista të mëdhenj, nuk është pak që ti të bashkëpunosh me ata, nuk është pavarësisht se, le të themi, unë jam dikushi, por prap është plus i madh për mua dhe unë i falenderoj vërtet shumë. Kjo gjë më ka bërë të ndje mirë, të gjithë. Po të vuci ma shumë në pjesën për me zgjedhë. Po, Bruno, me të pasë në studio, pas kësaj këtë bisedit që veç e kemi bo, minutat fluturun, është të pa mundur mësë me pas një performancë për teje. Jo, unë po mendoj të flija pak gjumë. Shkojnë e nami një blitë shkurt, Bruno, pasaj këtë me performancën. Po pa tjetër që do, dhe kemi një performancë, pa tjetër, me kënaqësi. Faleminderit shumë, Bruno, super kënaqësi që të pata. Faleminderit shumë, u kënaqa shumë, dhe i përshëndesim të gjithë teleshikuesit dhe uroj të jenë zbavitur sa do pak me këtë intervistën tonë. 5 minuta i ke kohë me flajt në gjonë. Okej. Me një shkutit shkurt. Ti falla vitet, ti m'falle dhimbjet, flak zemra m'digjet, prej kur ti ike, e sa për mu mos tani, unë bes më mirë, se hakum saj dashnije, ja dhash me shpirë, s'munde më ty me t'fal, se duroj më brinda me mbajt, ndoshta që e shkru me kanë, për jemi bashkë shel, ka me dhvra ty karma, karma,
Jemi kështu pra bashkë në studio me pjesën e dytë emisionit, padyshim që para se me kalu tek rubrika 15 pyetje, kemi çdo herë një rubrik tjetër, është Arta që na sjell rubrikën Këshilla Milionçe. Të shohim se cili është personazhi i radhës për sonte. Vështirë ka qenë për ju për me arrit pozitën që jeni tani, rrugtimi juaj? Po qërë si çdo rrugtim, i çdo profesionit, është i vështirë, normal, fillimet janë të vështira, por me angazhim, me përkushtueshmëri edhe me dashuri për punën, arrin muajet e çdo suksesi. Çka të bën që me adhuru këtë punë ose me bo me kaq knatësi? Do të më koni trend. Do të më koni çmendën për me dosh këtë profesion, se nuk është profesion i lehtë, është profesion paragiron që për çdo ditë ki vështirësi të ndryshme, po dashuria që është edhe pasioni për këtë profesion do thotë shtin mi te kalu të gjitha. A është vështirë me pas punë me një staf të madh? Po sa është vështirë, është edhe lehtë, se kur ta ki stafin e mirë, do të çdo gjë kalon sikur që është mas miri, edhe po ka normal, stafi madh ka edhe probleme pak matë natyrës, matë madhe në atë kuptimi, jo të mëdhaja në atë kuptimin mu therë ashtu, po ka shumë të vogla sa që tani ka kodrime matë madhe. Tregon tash sa me ki vështirë me menaxhu kohën, ashtu apo ki kohë të lirë për familje, se dim gjithë që puna na merr një kohë shumë të madhe tjetës tonë. Po kur të punosh me këtë punë, do të edhe minutat janë të vlefshëm. Do të ki pak diçka i përkushtohet, i përkushtohesh familjes, keni takim për shkollë, më shku për fëmijë, duhet me shku me ngajt, më kthy në punë prap. Do të thotë çdo minutë është i vlefshëm, se gastronomia është bajagi e gjanë që konsumon shumë kohë. Rregull. Pasi që jemi edhe te gastronomia, a e ke menduar ndonjëherë vetën në një profesion tjetër ose që nuk t'u ka realizu, që t'ka mejtë nashta dhe pika ashtu? Po, profesionet tjera i kom mendu, i kom nisë, sa më kanë pëlqy, i kom bo, kurse më kanë pëlqy, i kom nalë dhe nuk është diçka që më ka metë peng pëse se kom bo, e kom nisë, nëse se më ka pëlqy, e kom ndru profesionin. Dhe me thonë, këtë profesion që e ki tani e kom zgjedhë vetë, po, e kom zgjedhë vetë. Je plotësisht i kënaqur? Jam i kënaqur, jam i plotësuar, po që në rregull. E tregon cila ka qenë tash një pak më personale, paga jote nashta më e ulët ose fillestare deri tani? Po tash paga fillestare, unë kur kom startu me pagë të mirë. Do me thonë te pas ke po starti me njëherë? Starti jam e koni mirë, po a di qysh është kjo puna e pagës, kur ta adhurojsh një profesion, paga nuk të interesant qatë shumë, deri so ti ki qep me kallxu atë zjarrin që e ki mrena në vetë për profesionin. Edhe kur të arrish ato, tani paga vjen diçka e dytë, ose ki qep, kur fillon me bo karrierë, karriera vjen mbi pagën. Do të gjithmonë e mund pagën, se ki qef më të mirën me votën, e kur ta bësh më të mirën, paga vjen e mirë gjithmonë. E ju si menaxher, sa është jeni të përshtatshme një rrugë mesatare për sa është shumë e të arsyeshme, po mundësisht me shifra. Po me shifra nuk po flasmi se po rrogat mesatare në tash në bajagje të mira, me krahasu me kohën po flosi për një dekadë më herët ose për një kohë më herët se tash. Se do të thotë ka nisë edhe profesionet më bo profesion, se përpara kanë punu vetëm janë kap dikun, po tash njerëzit kur kjo pëlqen, po shkojnë hapa manal, do të bëjnë profesion, po kryejnë një farë shkolle, një farë trajnimi, një farë kursi, dhe kvalitetin në tavolinë përqesin më të mirë, edhe normal që standardi jetës o hypat edhe pagat nuk janë të këqija, nuk janë edhe të mira, po edhe të këqija jo. Me krahasu me të kaluamën e këtë pagë.
pagat. Sipas juve thoni që janë pagat e mira. Po besoj keni vënë që edhe çmimet nuk janë siç kanë qenë. Janë rritë besa shumë. Po si e komenton ju këtë gjendje, domethënë a janë të arsyeshme pagat për çmimet që i kemi? Po qëra një jeta nuk ka fair. Shpeshe nuk janë sene të arsyeshme për kur gjo, po tash se mos të bijnë kontradikt me ato shka e thash, se ata që kanë me më po, dikur që s'ko mu koni kënë, s'ko me thonë, po, ko me më shohë, që ishë pogat. Une e thash këto për shkak që për para janë konë katastrofë. Me krahasu me për para, standardi të pogat, tash është ma i arsyeshme. Nuk është njëri kur me pogë, nuk është i knaqën. Sot do që e marrë pogën, po është ma i arsyeshëm se sa që ka qenë, po është ma në rregull, do thotë po hap të përmirësimit për para. Tash po shpresojmë që në të ardhmen do t'jetë halo ma mirë. Pasi që jemi të e kaluara edhe të ardhmja, tregoma një moment tani më vështirë në jetë, jo vetëm domethënë me biznes, po një moment që domethënë e ke pas një pikë më të ulët një të mëdha, po që nuk të ka ndalë të arrit prapë suksesin që e keni parë. Po sa i përket jetës, secili ka një pikë kur i hup rruga në borë, nuk e din ka kom çfarë. Unë para se mu kap me këtë profesion, që shtash ka njëre hup atë parë shpirtin për një profesion tjetër, edhe tash thu ka marrë fund gjithë shka, po tash kur gjinesh diçka dhe nuk e din që e keni talent të mranshëm, edhe fillon me materializu, tani qelet një kapitull i ri, po gjithmonë kur për mua konë momenti ma i ullë, kur do thotë jemi një pikë kur nuk di kam jamojt, nuk e din cila është rruga, a dënë me vazhdu në qatë profesion që e konë, a dënë me luftu kundër vetë, a dënë me provu diçka tre, shka dënë me provu tre, do thotë, une që ato më i me konsideru si pikë ma të ullë që e konë pas, do thotë, kur nuk kom ditë, cilës nuk të kryq kur jem konë, cilës rrugë një anë. Po me kalimin e kohës do të kur ti veç vendos e zgjedh që ato me shku e gjenat pasionin në profesion, ato tani është e lehtë. Tash tek ky momenti, cila ka qenë këshilla jote që ja ke jap vetit që mos mundoj? Po mos puno për kërkon, puno për vetë. Do thotë ato që e bën me pasionin, me dashnin më të madhe për veti. S'ka lidhje është paga e mirë, është paga e keqe, ka në vështirësi, po gjithmonë bëne më të mirën tonë të mundshme, edhe nuk ka më të mundu sukses. Nëse para 5 vite ke bo diçka edhe mendon që halo mirë ke bo, nuk je përmirësu, do të thotë nuk. Atë nuk ke përparu. Je prapë qatë moment që ke qenë para 5 viteve. Tregom shka qenë mbështetja jote. Po mbështetja ka qenë gjithmonë familja. Familja është epicendra e universit, apo kupton, të shtëpia, familja ku jete aty. Për çdo sen përgëzime, për hirnime, ti me ta fol, me ta konsultosh, me përkrahje bashkëshortës, përkrahje me njerëz që jeton, apo kupton. Tregova një moment lumtur në jetën tënde. Po momentet më të lumtuna të jetës kur bosh prindjen. Gjithmonë janë momentet më të lumtuna se shtohet një titull, edhe është një moment që nuk mundesh me përshkru. Do thotë bosh baba, ka më mirë. Me thonë ndjesia e prindit është një ndjesi e papërshkru. Nuk ki fjallë me përshkru, edhe kur dënë me shpjegu dikun e tu, kur të bosh e vetë, se nuk ki fjallë me përshkru. A është e vështirë që me mbaj këtë punë edhe me përshkru familjes? Qore, punë të letë nuk ka, edhe puna ju është e vështirë, po adi qysh kur ta ki pasion për një punë, gjithmonë gjonë kohën për knatësi, për fëmijë, për familje, për punë. Do të organizojnë, kur dënë me bo diçka gjithmonë e gjonë mundësinë, kur s'dënë e gjonë arsye. Apo kupton, edhe kjo, kur dësh me bo diçka, deri në fund e qënë, do të të me e gjonë momentet, i gjonë krejtë sanat. Sipas teje, sa është shetë arsyeshme një pak për me bajtë familje?
Nëse punon për shembull veç krye familjare, sa është shetit arsyeshme në kushtet tona? Po... Mesatare. Mesatare, di qysh... Tash të llogaritë shërbimet, do thotë ujit, rrymës, ato të gjitha, tash që njëri jeton gjithçysh. Jeton me 200 euro, jeton me 500 euro, jeton me do të sot ki harxhon. Nëse njëri mbulohet me mush korpën për një muj ditë, edhe arrin me mbulu shërbimet, do të shërbimet administrative, si që në përlogu, kanalizimi, rrugë, interneti këtu, do të kur arrin me mbulu çdo është pagë mbijetesës. Pagë mbijetesës. Po tregova një shit. Po tash prapë po them. Një shifër krejt e dina do me thonë që rruga ka të ndryshme. Po tregova një që e shet arsyeshme që mundet me mbulu do me thonë krejt këto punë, po edhe me kanë të kënaqë se cili. Që më mirë me thonë kështu, me rrugën mesatare, që është në Kosovë nuk mundesh me mbijetu. Nuk mundesh me rrugën mesatare që ekziston në Kosovë, do të me ligj që është nuk mundesh me mbijetu. Që ta ujme të thonë, tash kulmi është deri sot e që në vetë. Po kretë në varet prej madhësisë të familjes, në varet prej lifestyle-it që shë bën, a ka qef me shëtit, a s'ka qef me shëtit, se rruga 500 euro është rrugë për mbijetes, është minimale. Mund është me jetu, me 500 euro, mund është me 300 euro me jetu, po që jeton. Do të krejt në varet sa është familja e madhe, sa është lifestyle, sa dënë me shpenzu që është punët tash më herët. Nëse arrin mi pagu shërbimet administrative edhe me push korpën për një muj ditë me gjana elementare, është mbijetesë. Është mbijetesë, e vërtetë. Këshilla jam është që mos e njekni parën, po njekni pasionin e parët. Se nëse e njek parën, ti ki me bo një punë që ka parë për nuk ki me dash, dhe kur nuk ki më konë nështë i mirë në qatë punë se nuk e ki pasion. Njeke punën që ka pasion, që ki pasion ta, edhe bën mas mirë të tani bosh i mirë që do dhe parët mirë. Edhe saj për këtë bizneseve, në biznes është rëndësishme shumë fjalla. Fjallën që e bësh me një, edhe normal përkushtimi punës. Dush me përkushtu më punë, që sa është kapacitetit dhe i maksimum. Jemi kështu me intervistën e dytë, padyshim çdo herë nga ky kënd kemi rubrikën me 15 pyetje, çdo herë personazhe të ndryshme, sonte kemi kënaqësi që me pas kështu për herë të parë Antigonën e kemi në një naç nëse nuk ga bëj vetëm. Herën e kaluar kemi pas me shumë personazhe tjera, kemi pas mundësi me diskutu gjëra gjatë, por sonte pyetjet 15 pyetjet janë enkas për Antigonën. Antigona dashur, faleminderit shumë, çdo kënaqësi me të pas. Faleminderit, kënaqësia ime gjithmonë me qenë me ju. Faleminderit për ftesën. Ç'është të ka shku dita fillimisht, po më intereson me ditë, ndoshta shkurt, a ke pas hiç të angazhuar që punon gati për 15 pyetje? Ditë intensive, po gjithmonë gati. Kur unë bëja i gari, thëm, kur të vezet ajo drita e kamerës, nuk e di ç'a ndodh me mua. Harron gjithçka, kështu e ke edhe ju? Me krejt fokusi këtu. Bashkë edhe mu më do dhe njëjta gjë Antigona, kështu po më duket gajt dhe problemet i lojna krejt anash, kur jemi para kamerës, jemi këtu edhe tash. Antigon, pa janë 15 pyetje, të ky kënd, unë them zor janë tepër të mira, janë tepër të lezetshme pyetjet, edhe 5 për tyre ke drejtën e krejt botës mos më përgjigj, po nuk është që janë aq provokative sa mos me pas ose me pas arsye për mos më përgjigj në 15 pyetje. Zakonisht preferoj mu përgjigj. Që do bëjnë dinarë mut me të ngutë diçka, po... Gati. Pyetjet për Antigonin e di që punoj kena shumë, kështu që nisëm ndoshta edhe prej vetës, e lëmë këtu që veç i kemi shkruar. Zakonisht jo në këto intervistat profesionale që jam pyetje për pjesën profesionale, edhe i bëj me kënaqësi dhe këto intervistat që kanë edhe pyetje tjera jashtë atij profesionit edhe aty në tim. Super lehtë Antigona, shumë lehtë. Faleminderit. Trurin apo zemrën, këtë duhet ta dëgjojmë, edhe janë luftë këto dyja çdo herë me njëra tjetrën, apo ky është bashkëmendimi im personal? Hajde Antigona, kujteje po du me ditë, truri apo zemra?
Gjithë në shoqëni e kemi atë muhabetin që e diskutojmë pa me dëgju trurin, apo me dëgju zemrën, pse janë luftë të dyja, apo si është si pas teje? Gjithmonë ekziston që kjo lufta, edhe gjithmonë është vështirë me gjetë çto balancat mes asaj çka thot mendja dhe çka thot zemra. Më mujt me gjetë një përgjigje më të përafërt gjithmonë mes asaj të zemrës edhe të mendjes. Unë kryesisht jam person që e ndjeki zemrën, najherë edhe nëse mendja më thot që shto të bjenë ma mirë, nëse ka një ndjesi që s'më pëlqenë dhe s'më flenë, gjithmonë i marrë vendimet jo, nuk bënë, se diçka mrena s'po ma lejon. Kështu që hajtë kësoj herë përgjigja me është zemra. Zemra? Qa mi bu trunit? Po merë në trunin me vete, se ju duhet gjatë rrugës. Bash. Në një moment, kur jeni ndjerë e dobët, para dikujt që nuk e pas mundësi me i dalë ndim. Në një moment që ndoshta s'ke pas mundësi me i ndimu për shkak natyrave të ndryshme, gjithçka që veç ka ndodhë, rrethonave. A ka pas në moment me i dobët? Unë kam një parim gjithmonë mundem me bo diçka. Nashta edhe natyra e punës time shpesh na bjen në situata ku e kemi vështirë me një jemi të pafuqishëm me ndihmu dikën për shkak të rrethonave, na erë ciki, ato paret që mujnë me i vyt për shembull, ose nuk mundesh me sjell personazhin me cilin ose ajo e ka problemin, ose që po shkakton të lashe. Por nashta krejt ato që ka nevojë s'mundesh me ofru, po gjithmonë diçka mundesh me bo. Kjo pjesa e pafuqishme mendoj që krejtësisht e pafuqishme s'jam një asnjëherë. Gjithmonë e kom pas dikon një mendim që diçka mundem me bo. Sa mirë me pas një Antigon çdo herë me vete, çdo ditë. Cila është pyetja e parë që do të ma bëje mua, nëse do të vija në seancë të Cube për herë të parë, Antigon? Pyetja e parë çushje. Qa me të thonë në? Ka me të me thonë mirë. Çushje edhe çushje për një me, jo veç atë pyetje në klishe, çushje se jemi mësu me thonë mirë dhe keq, po qysh po njesh, edhe masana i kish me vazhdu. Të tjera të i tregojnë, ama mirë nuk i tregojnë se. Pyetja, pse e keni bërë, a përjetohet rënd, a përjetohet ma ndryshe, po nisëm i kështu ndoshta prej vetës. Momentin ajo pse, dit jetë shumë me presion. A përjetohet më rënd të klienta që i ki pas ndoshta me vite më radhë, a e vrenë që pyetja pse ma mirë i shko mos mu bune? Na realisht e kemi të minimizume, mos të eliminu me pyetjen pse, për shkak se pse gjithmonë ngërthe një dozë të gjykimit, edhe vendos ngusht personazhin, cili do që i shtrohet kjo pyetje, sa ma bot dhe sa ma rrotull me bo pyetje në forma të tjera për me marrë përgjigjen, sepse sidomos në profesionin ton, personi që vjen të na nuk vjen me u gjyku në asnjë moment, gjithmonë vjen me thonë edhe fajin më të madh që e ka bo, pa u ndje që po gjykohet, po thjesht me u pranu edhe me pa çka mundi me ndihmu, me vetëdisu, me e shfaqsu në një formë ose me përmirësu gjithçka që ka ndodhur. Kështu që sa më pak pse edhe në jetën e përditshme, edhe në raportet për shembull prind fëmijë, nëse na vazhdimisht. Po ndje keq të qysh kështu Antigona. Krejt mekanizma të mbrojtës aktivizohen kur unë them ty pse e vesh kështu? Më thonë, pse e bone qëto, pse e bone qëto. Me njerë është ajo ideja me mbrojt vetën. Krejt aktivizohen mekanizmat mbrojtës edhe nuk kemi masanej një zgjidhje të problemit, po kemi veç një vetë mbrojtje të personit edhe çdo përgjigje vjen si pasojë e këtyre mekanizmave mbrojtës. Kështu që sa më pak pse. Çdo gjë e keqe që të ndodh, a duhet me marrë si pozitive? Edhe qysh me marrë çdo sa të keq që të ndodh si pozitive? Na shpesh dëgjojmë që për një të keqa, hajtë mundohet se ndoshta ka atë anën e mirë, hajtë se ndoshta ma hajrë, kështu po folin tamam në gjuhë popullore. A duhet me marrë si çdo të keqe që të ndodh pozitive ajo? Mendoj që najherë tingëllon si klishe, kjo çdo e keqe e ka edhe një të mirë mrapa dhe njerëzit përgjigjen shpesh ku me gjetë atë mirë nëse për shembull më ka vdek prindi, ose ku me gjetë atë mirë nëse më ka ndodhur një problem i qësaj natyre, diçka shumë e madhe. Ndoshta nuk e ka të mirën për momentin, por në një të ardhme gjithmonë ka me pas një rezultat mirë, çka do që na ka ndodhur në jetë, na duhet me pranu fillimisht, sa do e rëndë që është, edhe mos munal, se edhe nëse shohim kriter cila është zgjidhja që kemi me ofru. Më thonë, hajde t'i pranojmë çka do që na ka ndodhur dhe të shohim mundësi për me vazhdu tutje. Ky pranimi pak
vështirë? Vendosesh përballë kësaj situatës ku gjithçka është terr, duhesh me ia bën një pyetje ku jam unë. Se nëse gjithçka është terr edhe është një hapësirë krejt e errët, ku jam unë në atë hapësirë? E kthejmë vëmendjen ka vetja, çka po bëjmë për veten tonë për me dalë prej këtij territ, sepse terri edhe mundet me kalu, çdo natë bëhet një ditë, po ku mbeta unë gjatë asaj periudhe. Për shembull, njerëzit që mbesin lift për 10 minuta, nëse ata e ruajnë qetësinë, lifti hapet. Dhe na duhet me rujt vetën tonë, nëse na bojmë panik edhe na kap zemra, na njërsi të ndurt, na shkon tensioni, mundem me pësu na infarkt prej frikës. Kështu që gjithmonë të tentojmë të arrujmë vetën në çdo situatë, çfarëdo situatë e qoftë ajo, sado e rëndë qoftë, natyrisht kërkoni ndihmë edhe kujdesuni për veten se nuk ka kur gjë që s'ka lënë, gjithçka ka lënë. Veç shëndeti është më i rëndësishme dhe kjo duhet me qenë fokusi i vëmendjes tonë, me rujt shëndetin. Okej. A ke mbajt seanca me fytyra publike? Nëse po, a janë të preokupuar që kjo gjë mos më marrë vesh? Për shkak të edhim personazhe publike, nuk dëshirojnë gjithçka atyre më bo publike, dëshirojnë me majt private. Ke mbajt seanca me fytyra personazhet njëra dhe që... Jo vetëm fytyrat publike, secili në seancat psikologjike minimumi që mundet me ofru psikologu është me rujt konfidencialitetin. Natyrisht janë ato procedurat, për shembull, se unë jam psikolog klinik edhe në klinika zakonisht ku punoj, ti duhesh me ardhë, me i dhënë dhënat, me u fut sistem edhe me vazhdu tutje. Zakonisht s'kom pas vështërsinë këto, njerëzit e kam pranu edhe më ka pëlqy sepse në këtë formë kom dasht edhe me thyq atë stigmatizimin që i bëhet me shku te psikologu, të marrin si diçka që si e mirë, si e normal, ku dion. Bojnë edhe vetë publike, vetë sociale dhe shumë personazhe, nuk është fare problem. Ka plot klient që thjesht as pak se kanë pas të vështirë këtë pjesë, madje i ka bo mundje krenar që po kujdesen për vete. Edhe fytyrat publike janë prej atyne u cilësova së fundi si psikologe që punon me VIP-at edhe në një diskutim me një shok gazetar më tha Antigona mos po t'ingllon vrasht ky titulli që ta pas kanë vendos psikologja e VIP-ave mos po tutë njerëzit e thjesht me ardhe ti, thash unë në asnjë formë nuk pretendoj që jam veç e VIP-ave, kushdo që vjen te unë jam psikologe për krejt. Eksperienca mbi 10 vjet, nashta e ka bot vetën, kontaktet me njerëz, prezenca ime në për media, njerëzit e kam pas më atlet, më gjetë, një kategori edhe VIP-ave kam pas qasje ma let me më kontaktu, kështu që thjesht për mu janë gjithë njësoj, gjithë janë klient. E hapur për gjithë. Po, e hapur për gjithë, madje me atë kolegun tënë gazetar tha, po VIP-at për shembull nuk paguajnë edhe ty nuk t'intereson me majtë seanca veç me VIP-a. Thashte unë, kushdo që vjen është klient edhe paguaj njëjtë. Kështu që s'kam atë çmime marrament se as gjithçka është njëjtë, domethënë trajtimi bëhet njëjtë si për VIP-at, si për qytetarët e thjeshtë. Okej, super. Komenti më i mirë që ke marrë pasi ke përfundu seancat me pacient. Me gjatë që pacientët problemet ndryshme kanë, gjithçka tjetër, çdo ditë ndoshta veç vinë personazhe, karakteret ndryshme, e merr komentet mira, po ndoshta një koment që veç ka mbet në mendje, që ndoshta ka qenë pak më emocional sa i përket pjesës që ty t'ka bo mundje mirë. Po, gjithmonë janë ato, për shembull, që tash po më kujtohet për momentin 2-3 ditë e fundit një koment e mora kur një prej klientëve, pacientëve të mi tha po gëzona shumë, ish pacient që jeton jashtë Kosovës, shqiptar, që jeton në diasporë, tha po gëzona shumë që në Kosovë kemi profesionistë shëndetit mendor që menoj që janë të nivelit evropian, ndërkombëtar, edhe tha përveç kësaj, tha ajo që po më pëlqen shumë që gjetat e ti është pjesa njerëzore dhe afërsia jote që e ki pjesa humane jotja. Edhe për mu ma rëndësishme ke që ky komenti e gjeta pjesën njerëzore të ti se sa ajo e nivelit ndërkombëtar ose çka do tjetër. Se ti profesionalisht mundesh me investu, mundesh me mri majat në karrierë, po nëse se ki trujtën këtë pjesën njerëzore, menoj që je shumë i mangë, kështu që gjithmonë synoj sa ma njerëzor me qenë jo veç me klient, po në përgjithësi. Do dhe njerë që dhe vetë mundohesh
e bën atë pyetjen që thash më herët pse, një farë paragjykimi, apo asnjëherë nuk ekziston ti tek klientët, pacientët që veç vinë? Thash, sa më shumë i ikim pyetjeve pse. Nëse kam... Ke edhe ti brenda një kurreshti, po ndoshta nuk ja thu pacientit, por vetë djenë edhe për brenda që mi ja thonë këtë pyetje pse. Na gjithmonë jemi aty në shërbim të klientit, edhe çdo pyetje që unë e bëj për klientin, fillimisht duhet me plotësu kriteret a është e vlefshme për procesin terapeutik. Nëse pyetja po vjen për shkak të kuriozitetit tem, atëherë profesionalisht jam e obliguar me atë pyetje mos me bë, sepse nëse unë thjesht kam kuriozitet kush ishte, po më flet klienti për një ish të dashur, edhe mu po më intereson kush ishte ai, nuk kam nevojë me bë këtë pyetje për me ashu kuriozitetin tim. Mu nuk më intereson ajo pjesë. Gjithçka që janë pyetje personale si Antigon, duhet me mësu, me i mbyll edhe me majt për vete ato pyetje që nashta kur s'ka me marrë përgjigje për ato. Nëse nuk hym punë për procesin terapeutik, asnjëherë nuk i bëjmë ato pyetje. Së fundmi, ke qenë aktive me komentimin e gjendjes së banorëve të showit televiziv Big Brother VIP Kosova. Sipas jush, sa kohë ju duhet atyre që mu kthy në gjendje, po them kushtimisht normale, kështu nuk është lehtë me qenë aty ku janë, mbyllja, gjithçka tjetër keni diskutu, po sa mundet m'ju marrë kohë që ndoshta tash më mësu me ambientin, me gjithçka që veç i rrethon? Nuk mundem me thonë sakt me ditë ndoshta, po i duhen 2-3 javë nështë derisa të fillojnë me u normalizu, varësisht prej sa kohë kanë qëndru aty dhe prej dinamikave që kanë qenë mrena, natyrisht duke pas parasysh edhe personalitetin. Këto sepse... Ka rol edhe këto, apo? Tjetër, sepse varet sa na jemi të fortë, sa kemi gjendshmëri, sa kemi shkatësi sociale, sa jemi të shkatë mi përballu krejt presionit edhe aty në gjanave, edhe rikthimi në normalitet merr pak kohë varësisht prej këtyre rrethonave. Menoj që për një person që donë me bo edhe një lloj trajtimi, po thom, psikologjik aty mrena, është edhe një mundësi e mirë, ti mundesh me u rrit edhe mu zhvillu, se po mësohesh me u ballafaqu me situata të cilave në jetën reale mundesh me u ikë e aty thjesht e ki të pamundur. Sa është vështirë me lujt psikologen me fëmijët e tu, Antigon? Hajde ta shtu sinceritetin maksimum. Munona me ikë rolit të psikologut edhe se bëja i garën e erë, thëm, nuk punoj pa pare, thëm, më thoi zanë shoqni, kur e shoh që na erë njerëzit ndjen keq, kur jam përballë, thojnë, hej, se ti kime më analizu, që tash mos jetu e di që jam të menu, thëm, jo, nuk punoj pa pare, bëj në formën me i shliru njerëzit, por gjithmonë e kam tendencë me ikë pjesës profesionale kur nuk jam në zyre, sepse më ndej gjithmonë me qëndru në rol, edhe në shtëpi me qenë psikologe, edhe në shoqni, do të thonë ti harxhohesh një ditë, kështu që gjithmonë e ruaj rolin e psikologut në zyre kur jam. A është vështirë, Antigona, më zhvesh pak për ati roli? Është vështirë, nuk është aq e lehtë, se informacionet i ki, teknikat i ki me veti, edhe najherë diçka edhe të bjen sy edhe pa dashti, po thjesht ti nuk e lën veten me u përfshi. Sa i përket në rolin me fëmijë, najherë është shumë ndihmuese me qenë psikolog edhe me qenë nanë, sepse ato njohuritë tua të ndihmojnë në rritjen edhe zhvillimin e fëmijëve. Provon kur s'mundesh me qenë nanë perfekt, po ti provon me çash njohuri sa ki edhe me i përshtatë në raport me fëmijë. Najherë e kom pa që edhe më kanë ngatruar në rolin e prindit. Apo? Këto për shkak se asnjëherë s'mundesh me qenë as mjek i fëmijët tën, as psikolog i fëmijët tën, gjithmonë është ajo pjesa emocionale që përfshin aty, edhe mandej truni nuk punon, edhe roli i psikologut nuk është tamam roli i psikologut, është ai miksi aty. Kështu që tentoj me i majt larg këto mos mi përzi. Ma shumë kam qenë më kon nana e fëmijëve, dhe kur je nanë e njeh instiktin edhe je nanë e mirë gjithmonë. Në zënkat, po themi prap, me bashkëshortin, duke pas parasysh profesionin, a je ti ajo që çdo herë e qetëson situatën? Jo. Valla nuk e prita që të përgjigje, Antigona. Nuk e prita që të përgjigje. Keme qenë çdo herë, pse po thu kështu? Unë thash munona me majt larg rolin e psikologut, kur nuk jam në rolin. Hajte ka të zënka dyqysh. Edhe unë e lo veten me qenë bashorte, me qenë partnere, edhe najherë edhe në ato zënkat me përjetu rolin e feminin, më pëlqen me qenë ajo femna e butë që nashta prej partnerit najherë e merr mbështetjen, por që kur kemi zënka nuk është se
Nuk është se kemi ato zënë ka të shumë mdoja në përgjithësi, partneri jam është njëri ma i qetë në botë po mdokët, nuk e di, nashta unë mëj me ngritë zonin, aj të njëtën teme nashta e kom një 2-3 herë të ngritë zonin për naj qështje. Fatlume, me fatë, Antigona. Psikologë se unë. Po delaj ma psikologë se unë. Po tua, para me ndu me mbetë kjo, a diskutoni shpesh këtë pjesë, a të thot në herë që unë përruj ma shumë qëtësin, ma mirë për kontrolloj situatat? Nuk e thot, a i thjesht është vetvetja dhe nuk është se e thot që unë përruj qëtësin. Se di, është tamana e pjesa që mu më ka plëtsu, edhe nëse në krejt jetën ta me krejt njerëzit e tjerë, jam Antigona, jam me qetë, jam e kujdesshme, na herë me partnerin mos më kanë që kjo Antigona, po është ai atë që e menaxhon atë pjesën, po thom kushtimisht të egërt Antigonës që... Sa bukur kjo, sa mirë që e the. Faleminderit. Kur mundet me kuptu një njeri që ka nevoj për psikolog? Në cili moment? Veç janë shumë arsye me gjas, që dini me i të regu jo, po besoj që mundesh gjërë gjatë këtë pjesë, po ndoshta në cili moment mundet me kuptu një njëri që a i ka nevoj me apë derën e një psikologës, ose psikologut? Të psikologu mundesh me kërku ndihmë thjesht kur nuk një është mirë, po e shet që njëtën tonë e ki konfuzion, ki ndjenja jo të mira, nuk je rahat, diçka mrena në shpirt, jetë unë i ngulfatën, e deri te probleme tjera që janë të natyrës ma të rane dhe ma të madhe. Okej. A kemi kalu si shoqëri tabun për me vizitu një psikologe? Përmende pak me srejsht edhe në fillim tek se di cila pyetje sot, por a kemi kalu? Menoj që kemi bo një lëvizje goxhat mirë, sot njerëzit shkojnë të psikologu në mas të madhe, kemi hala punë për të bërë, sepse natyrisht nuk po du me u knaq me pak nashta, po që akoma njerëz që hezitojnë, mande janë ato vështërsit ku me gjetë psikologun e përshtatshëm, cili kish me qenë ai që s'ka me më gjyku, se s'ka me më kuptu, nuk është let edhe me gjetë, nuk është thjesht nëherë kjo stigmatizimi, po nëherë është edhe kjo vështërsia me gjetë të kush me shku. Kështu që menoj që kemi bo një lëvizje ko gjatë. Cili përshtatet, apo Antigona, nuk është let as... Unëm për shambull në këtë rast për marrë vetën që me këqyrështet e cili me shku për shkak se mundosh veç pak në atë paraqitin qoftë mrejtë sociale, qoftë si personar, qoftë si emër, mu lidhë dhe me vendosë për me shku të kënjeri. Po, që mundësia me pa psikologun me një video në rrjetet sociale ose kudo në YouTube është ma e letë, sepse ti e kryon një përshtypje para se me shku, edhe nuk nisë është thjesht e dikush që se një, për shambull ka ndodhë me ardhë prej Shqipnisë, për shkak se më ka pa dikun me një emision dhe ka thonë, jo pëse s'kemi psikolog të mirë në Shqipni, po më ka pëlqy, ka pas diçka që më ka tërjek, e kom ditë që me ty mëj me folë shlirë. Është ajo ndjesia, ka shumë rëndësi kanë e zgjedhë dhe që shtytë për shtatët personit, se s'mun është me folë me gjithënë, edhe pse mundet me qenë psikolog, thjesht mundet natyra mos me të për shtatë. Okej. Antigona Sinën, e rept apo e butë? Strikte ajo? Kryesisht jam e butë si natyrë. Thash muj me pas ato kufit e mi, por që në përgjithësi nuk i kam asnjëherë ato mos edhe pa dhënë qarime monona gjithmonë me analizu situatën, mos me ndrydh shumë emocionalisht fëmijët, ja vlej për shembull fëmijëve me nëherë kur shoh që ata pe kanë vështirë me u ballafaqu me rrethin, me shoqërinë, them hajde nëse jam me mu. Kundërshta mu, nëse jam të thonë diçka ku po ta bëj pa drejt ose nuk pata të drejt, kundërshta mu që me mësu ata me u përshtat me tjetë. Në përgjithësi jam natyrë jo shumë strikte edhe kam që me i kuptu emocionet e njerëzve tjerë dhe më unajt ofër, në mbështetse përgjithësi, jam edhe me fëmijët njëjtë. E fundet, Antigon, edhe përgjigjës e di, përgjigjë ishin fantastike. Atë ka ndodhë më ardhë dikosh me kërku ndim, por s'ka pas mundësi me pagu. Po. E pranon, pa dëshem. Pe kam fështirë tash me folë për këtë pjesë, po jo një kategoria njerëzve për cilët e kam pa qysh e kanë gjendjen, ose rrethonat në të cilën ata ndodhën jo veç financiare, nashta dhe shëndetësore, ku kam vendosë thjesht mos me marë pagesë edhe edhin është pjesë humane që e bëj vetë edhe s'kom qef shumë nashta me
me thonë kështu publikisht, po që po. Antigone, nuk për të ngusim ma shumë të kjo pjesë, të rgove që mbi gjitha është taj njerëzillëko që e themi ne me dominu para profesioneve, para gjithë shka tjetër. Super knatësi që të pata në këto 15 pyetje dhe 15 përgjigjet të tua që po të kishim kohë e di që gjëre gjatë kishim pas mundësi me folë. Unë nuk kënaqa shumë faleminderit, pyetje shumë interesante, po besoj ka me ju pëlqyer publikut. Gjithçysh, patjetër, këtë kemi nevojë me digju këto përgjigje. Na këtu me Antigonin përshëndesim krejt juve dhe padyshim që për fund është Thjeshi jashtë Bendi i TV1. Nga unë dhe krejt ekipa Një Natë, mirëmbëjtje. Jeto pa dashuri, lotët e vajzëris, tjerët let mi fshin, shko u dhe to pa mu, si krejt shok të tu. Rrugve Gjermanis, mos duj se këtu s'ka jet, këtu i fort i mbet, ty s'to vjen keq për mua, do t'jem veç një më shumë, që në net pa gjumë. Lusin të kreni Shko, vetëm shko Mos më kujto me lot në sy Kur mos e harro Të kam das vetëm ty Shko, vetëm shko Për mua vinet pa gjumë Kur mos e se një vajz të deshti Shko, jeto pa dashuri